Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot ju kam sjellë një recetë tradicionale, atë të lakrorit me miell misri me hithra. Në fakt, në familjen time quhet edhe pet misri me hithra, edhe pispili mund ta quani, por nga gjyshja e njohim si pacarok me miell misri. Pra ka shumë emra për të njëjtën recetë, por kjo varet nga zonat e ndryshme ku gatuhet kjo recetë. Edhe pse shumë e gatuaj njësoj, emrat që e njohin i kanë të ndryshëm. Unë do doja shumë ta dija se si e njihni ju në familjen tuaj, prandaj më shkruani te komentet për këtë pjesë. Kjo është receta tradicionale se si përgatitet në familjen time. Në fillim dua t'ju them që po të gjeni hithra në zonën ku jetoni, e bëni me hithra. Nëse nuk gjeni, e bëni me presh, pasi përdoret e njëjta procedurë. Unë e kam bërë me hithra pasi në zonën ku jetoj ka shumë në pyet për rreth dhe i kam mbledhur në pyll. Për të gjithë ju që nuk e njihni këtë bimë, ju mund ta shikoni në video se si duket dhe unë ua sugjeroj që ta provoni, pasi ka shumë vlera ushqyese dhe është shumë e mirë për kurimin e shumë sëmundjeve. Nëse gjeni një zonë ku rriten hithrat, është me shumë rëndësi që vendi të jetë i pastër. Do e shikoni në video që gjatë mbledhjes së hithrave dhe prerjes së tyre, unë e çfarë nuk kam vendosur nëpër duar, pasi kisha me shumë merak mos më shponin duart. Pasi i mbledhim hithrat, i pastrojmë nga barishtet që mund të kenë, edhe më pas i grim. Po të doni i grini me duar, i mblidhni mirë në njërën dorë dhe më pas me tjetrën i prisni sa më imët që të mundeni. Por si që shikoni, unë i kam rënë më shkurt procesit. Thjesht i kam mbledhur bashk, u kam prerë pjesën e fundit dhe kërcellin, edhe pastaj i kam prerë njërë në 3 ose në 4 edhe i kam futur në pajisjen që e përdor për të prerë qepët, hudhrat për të grimcuar arrat. Nëse keni një pajisje të tillë në shtëpi, ju bën shumë punë në këtë rast. Pasi i presim hithrat, do i lajmë mirë me ujë të ftohtë. I lani 3 ose 4 herë dhe më pas i hidhni në tenxhere, ku hedhim pak vaj ulliri ose edhe gjallë. Pasi i hidhni në tenxhere, i trazojmë disa herë derisa të shikoni që volumi i hithrave bie. Tani në këtë pikë do shtojmë një gotë me ujë dhe krip edhe i lëm për 10 ose 15 minuta që të zjejnë mirë. Kur hithrat zjejnë, në një gotë me ujë tresim 2 lugë gjelle me miell dhe kur mielli është tretur mirë dhe nuk ka më kokriza, e hedhim tek hithrat. E lëm të marrë val mielin për 10 minuta të tjera. Dhe para se t'i heqim hithrat nga zjarri, ushtojmë edhe një gotë me qumësht dhe një vezë. I trazojmë mirë dhe lëm në zjarr të ulët edhe për 10 minuta të tjera. Mirë është që kur gjellën ta hiqni në fund, ajo të jetë e trashë dhe jo shumë e hollë. Siç u thash në fillim, nëse nuk i përdorni hithrat apo nuk i gjeni dot në zonën ku jetoni, e bëni mbushjen me presh dhe procesin e bëni njësoj si në video, vetëm se në këtë rast do grini preshin dhe jo hithrat dhe pastaj gjithë procedura është njësoj, sepse ne edhe preshin e përgatisim me qumësht. Tani që gjellën e bëm, e lini gati derisa të bëjmë brumin për piten ose lakrorin. Për brumin do përdorim 2 gota gjysmë me miell misri dhe gjysmë gote miell gruri ose 2 lugë gjelle plot me miell gruri. I shtojmë pak krip dhe në fund edhe 1 gotë me ujë të ngrohtë. Që masa e brumit t'ju dalë siç duhet, përdorni të njëjtën gotë si për masën e miellit të misrit, edhe për mielli normal edhe për ujin. Gota që kam përdorur unë në këtë rast është gotë 200 ml. Më pas të gjithë përbërësit i përzjeni për shumë pak minuta me duar, derisa të formoni një brumë të butë, jo shumë të thatë. Këtë brumë që formuam e kemi veç për petën e poshtme të lakrorit. Pasi sipër, lakrorin do e bëjmë me një metodë ndryshe që do shikoni procesin në vijim. Tani do hapim furrën në 200°C dhe do e lëmë të nxehet. Ndërkohë që brumi është gati, do luajmë tepsin ku do bëjmë lakrorin ose pispilin me pak vaj ulliri. Dhe më pas në tepsi do hapim me duar brumin që formuam pak më parë. E hapim me duar brumin duke edhe një trashësi mesatare dhe e niveloj mirë masën e brumit në tepsi.
Tani sipër i hedhim masën e gjellës me hithëra. E hapim gjellën kudo njësoj. Tani sipër do i hedhim miell misri siç e keni në kutinë e paketimit ose direkt nga qesja. Unë kam përdorur rreth gjysmë gote me miell misri për t'ia hedhur sipër gjellës. E kam hedhur direkt siç e kam nga qesja dhe thjesht e përhapi mirë në të gjithë masën e tepsisë, duke krijuar kështu një shtresë të hollët me miell misri sipër. Pasi e përhapim miellin e misrit sipër, duke u munduar që ta hapim kudo njësoj, sipër do i hedhim pak ujë ose qumësht, rreth gjysmë gote me ujë ose edhe qumësht. I hedhim qumshtit ose ujit pak krip dhe e trazoj mirë dhe më pas ja hedhim sipër miellit të misrit, duke e lagur të gjithë sipërfaqen e tepsisë. Ja hedhni ose me duar ose edhe me një lugë. Kur jeni siguruar që gjithë sipërfaqja e miellit të misrit është lagur siç duhet, në fund fare e spërkasim me pak vaj ulliri. Spërkatja me vaj e ndihmon lakrorin që të marrë ngjyrë të kuqe të bukur sipër gjatë kohës që piqet në furrë. E fusim të piqet në furrë në 200 gradë Celsius për 40 deri në 45 minuta. Unë furrën e gradova në atë mënyrë që të piqej edhe sipër dhe poshtë njësoj. Për 10 minutat e fundit e ktheva furrën në atë mënyrë që të piqej vetëm në pjesën e sipërme, në mënyrë që pitja të piqet sipër dhe të marrë ngjyrë të kuqe të lehtë. Kur e shikoni që edhe anët e petës kanë marrë pak ngjyrë të kuqe të lehtë, si dhe pjesa e sipër gjithashtu, e heqim nga furra. Mirë është kur ta hiqni ta lyeni pak me qumësht sipër ose edhe me ujë dhe e mbuloni me një pecet dhe më pas ta konsumoni. Siç e shikoni, mielli që hodhëm sipër gjatë pjekjes është përhapur mbi gjellën dhe nuk është më një petë gjitha si në fillim. Nëse e bëni në shtëpi, kështu duhet që t'u ndodh edhe juve. Siç e pat edhe vet, unë në video herë kam quajtur pite, herë pet, herë lakror, pasi siç u thash ka emra të ndryshëm për këtë lloj gatimi. Pacarok është emri që e quante gjyshja ime, por zakonisht gatimet tradicionale ndodh që të gatuhen nga të gjithë, ndonse në disa zona ju shtohet apo ju hiqet ndonjë element gatimeve, por gjithashtu ju ndryshojnë edhe emrat, pasi emrat e recetave zakonisht përshtaten sipas zonave ku gatuhen. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Mund të më shkruani edhe te komentet se si e njihni këtë recetë në familjen tuaj. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Ju uroj të gjithëve ditë sa më të bukura pranë familjeve tuaja. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.